Mirëmëngjes apo mirëdita në këtë të diel të fundit para zgjedhjeve të 28 dhjetorit të këtij viti. Të nderuar bashkëbisedues në Facebook, vendosëm ta shfrytëzojmë formatin live me qëllim që secilit dhe secilës t'i krijohet mundësia të shtrojë pyetjet, dilemat, kritikat, propozimet për këtë javë të fundit që ka mbetur, po njëkohësisht dhe natyrisht edhe më me rëndësi për 4 vjeçarin e ardhshëm që na pret. Këto zgjedhje janë posaçërisht të rëndësishme për shkak se e pam bllokadën e këtij viti, e pam që ishte pamundur të kapërcehet dhe prandaj lindi nevoja që qytetari përsëri në disa komuna madje për të 4-ën herë gjatë këtij viti të jap mendimin e tij se kë e sheh në krye të qeverisë, kë e sheh në krye të vendit, me qëllim që punët e mira të nisura, temat e nisura të mund të shkojnë përpara dhe të ecin. Ju kam lutur dje të dërgoni paraprakisht disa pyetje. Mundësia për të shtruar pyetje është edhe gjatë kohës që jemi duke bashkëbiseduar live. Mirë, po paraprakisht dua t'ju njoftoj që ky kyçje live është parashikuar të zgjas rreth 1 orë, pra deri në orën 12 ose 12 e pak, dhe nëse na mbeten pyetje të tjera pa ju kthyer përgjigje, atëherë gjatë javës së ardhshme do të rikthehemi përsëri në këtë format, edhe do të kemi mundësi të bashkëbisedojmë më gjerë. Është shumë e rëndësishme, ndoshta të theksoj, që 4 vitet, në fakt 4 vjet e gjysmë të kaluara në për cilat kemi kaluar, kanë qenë vite të rëndësishme, vite të cilat jo vetëm që kanë ndryshuar veriun e vendit tonë, i cili shpesh ka lënë në hije tema të tjera të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, në bujqësi, në ekonomi, në arsim dhe në shumë fusha të tjera. Mirë, po 4 vitet e kaluara kanë treguar mbi të gjitha se çfarë mund të bësh në Kosovë nëse ke vendosmërinë e pathyeshme për ta luftuar korrupsionin, nëse ke vendosmërinë dhe guximin edhe qëndrueshmërinë për ta pasur interesin e Kosovës në rend të parë dhe pastaj me gjithë sfidat, me gjithë vështirësitë e jashtëzakonshme, temat e rëndësishme për Kosovën mund të çohen përpara. Vetëm me vendosmëri, vetëm me guxim, vetëm me ndershmëri, edhe vetëm me një këmbgulje të domosdoshme për shkak të jo vetëm situatës së posaçme që kemi në Kosovë, edhe në arenën ndërkombëtare, por edhe për shkak të situatës në cilën ndodhet kontinenti ynë, i cili po ballafaqohet me një siguri të cunguar, me një perspektivë me pikpyetje etj. etj. Por para se t'ju lodh me deklarata, po kalojmë direkt në pyetje. Ju kërkoj falje gjithë atyre të cilët për shkak të pyetjeve të shumta mund ta ndjejnë veten që nuk i kemi respektuar. Mirë, po ju siguroj që pyetjeve të cilat nuk arrijmë sot t'ju kthejmë përgjigje, do t'ju rikthehemi patjetër gjatë javës në një seancë tjetër live. Valoni Sufi pyet: një përshtypje e veçantë që ju ka lënë zoti Kurti gjatë këtyre 5 viteve që keni bashkëpunuar. Ju e dini që bashkëpunimi jo vetëm mes lëvizjes vetëvendosje dhe partisë guxo gjatë këtij 4 vjeçari, por edhe mes kryeministrit Kurti dhe meje si ministre punëve të jashtme dhe diasporës, por edhe si zëvendës kryeministre, kryesisht në tema që kanë qenë të lidhur me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, ka qenë shumë i ngushtë. Dhe ajo që më së shumti më ka bërë përshtypje te kryeministri Kurti është qëndrimi i tij shumë parimor, shumë i civilizuar, por edhe shumë i vendosur në të gjitha bisedat, në të gjitha kanë qenë e pranishme me partnerët, aleatët dhe miqtë ndërkombëtar. Kryeministri Kurti në çdo bisedë ka shkëlqyer jo vetëm përmes njohurisë së detajeve dhe nivelit të tij të jashtëzakonshëm intelektual në bisedat me partnerë ndërkombëtar, por njëkohësisht edhe përmes vendosmërisë që ka rrezatuar që ai është kryeministër i Kosovës, ai përfaqëson interesat e Kosovës dhe për interesat e Kosovës nuk bën kompromise të dëmshme në kurrizë të vendit tonë. Hakie Rudaku pyet pse su distancuat nga Kurti në rastin kur ju dha vetë menaxhim serbëve në veri me marrëveshjen e Ohrit .7. A është definu kjo fjalë vetë menaxhim? Nëse jo, duhet definohet dhe të shkruhet
një fermer, thot, apo shtrojc për këtë sa më parë. E nderuar zonja Rudaku, dua të ndaj me ju, por edhe me shikues të tjerë, një gjë që më ka rënë shumë në sy gjatë këtij 4 vjeçari, në cilin vërtet kemi punuar intensivisht. Opozita në Kosovë, jo që nuk na kritikon për punët të cilët mund t'i kemi kryer në mënyrë të pamjaftueshme, por përqendrohet kryesisht në mohimin, në sharje dhe në nënçmim të sukseseve që kemi arritur në fusha të rëndësishme. Po çka mas shumë t'i mbjen sy? Nuk është kjo, sepse opozita është për të kritikuar, opozita është për të korrigjuar. Mirë, po më bjen në sy që më pak se sa për atë çfarë kemi bërë në gjatë këtij 4 vjeçari, opozita neve na shon në mënyrë shumë të ulët, pse nuk kemi arritur që të korrigjojmë mjaftueshëm për një periudhë vetëm 4 vjeçare të gjitha gabimet e rënda që janë bërë nga po ata gjatë 20 viteve të kaluara. Absolutisht nuk i përkas asaj kategorie qytetarëve të Kosovës, të cilët thonë që asgjë nuk është punuar gjatë 20 viteve të fundit. Mirë, po është punuar shumë, dhe secili ka punuar aq sa ka ditur dhe aq sa ka pasur mundësi. Mirë, po janë bërë dhe gabime fundamentale në raport me interesat e Kosovës, sidomos në raport me Serbi dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Dhe është pikërisht kjo opozitë e cila i ka bërë këto gabime dhe kritikën kryesore, sharjen, sulmin kryesor ndaj qeverisë Kurti 2 e ka që brenda vetëm një 4 vjeçari nuk kemi arritur t'i korrigjojmë mjaftueshëm dhe shpejt gabimet e rënda të bëra prej tyre. I tillë është edhe asociacioni i cili është nënshkruar si marrëveshje ndërkombëtare në vitin 2013. Janë bërë ndryshime në vitin 2015, ku gjykata kushtetuese ka thënë qartë që ajo marrëveshje bie ndesh me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Mirë, po brenda këtij 4 vjeçari ne goxha shpejt dhe goxha fuqishëm e kemi dobësuar atë marrëveshje dhe jemi në negociata me partnerët tanë ndërkombëtar me qëllim që asociacioni i dëmshëm për Republikën e Kosovës, sepse i tillë është, përvoja e Bosnjës na ka treguar që detajet janë parëndësishme, nëse ju jep një mekanizëm i cili ju jep një president, ju jep një asamble, në rrethanat kur Serbia çdo ditë e mohon integritetin territorial të Kosovës dhe sovranitetin e Kosovës, është një hap shumë i rrezikshëm. Të shohim pyetje të tjera, më bie në sy që tek pyetjet live fatkeqësisht gjithmonë dalin vetëm 4 pyetjet e fundit, po kaloj me një pyetje të djeshme në pritje. Bedri Ahmeti thot: pyetja ime është, a kanë vëmendje opozita për gjitha arritjet e juve gjatë këtyre viteve, apo ka ignorancë për vetëvendosje guxo, që po e bën gjithë këto skena famkeqe për Kosovën? Unë mendoj që opozita me shumë vëmendje i ndjek zhvillimet në Kosovë, mirë, po çfarë ka fituar mbi arsyen politike dhe mbi logjikën e shëndosh politike në këtë 4 vjeçar ka qenë propaganda, kanë qenë sulmet e bazuara në thashëtheme, sulmet e bazuara në lajme të rreme dhe jo në fakte. Prandaj fakti e mund gjithmonë propagandën dhe është e rëndësishme që në skenën politike, në opinionin publik, kur komunikojmë edhe opozita me qeverinë, të komunikojmë bazuar në fakte. Prandaj nuk është që opozita nuk e din fort mirë se sa gjigante janë arritjet e këtij 4 vjeçari në fusha të ndryshme, dhe nuk është që disa nga akterët e opozitës nuk e din fort mirë nga përvoja e tyre se sa i vështirë ka qenë vendosmëria dhe mbajtja e një qëndrimi të papërkullur në raport me interesat e Kosovës, por kanë zgjedhur që në vend të kritikës konstruktive, në vend të kritikës politike, të zgjedhin propagandën. Mirë, po qytetari i Kosovës në vazhdimsi ka dëshmuar që nuk bie prej propagandës, por që i përcjell me kujdes të gjitha zhvillimet në vend dhe krijon mendimin e tij politik, të pavarur nga sulmet e përnatshme, të pavarur nga gënjeshtrat e përnatshme, nga sharjet, nga fyerjet, nga më të ultat.
Imran Krasniqi thot si e shihni kalimin e djalit të presidentit, e ka fjalën me siguri për presidentin Rugova, në kandidim për deputet, kur dihet se qeverit e kaluara nuk bën asgjë për renovimin e shtëpisë së ish presidentit. Shikoni, Uk Rugova është i rritur dhe i merr vendimet e tij vet. Ai e vendos se ku e sheh veten politikisht dhe me siguri që ai e ka menduar gjatë se ku të shkoj, edhe unë e respektoj vendimin e tij shumë. Unë nuk mendoj që është kaq vendimtare se a janë marrë qeveritë e kaluara me renovimin e rezidencës së presidentit, sepse më në fund Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku e mori atë vendim të domosdoshëm me qëllim që shtëpia e presidentit Rugova, atëherë kur vizitohet nga vizitorë të ndryshëm, të jetë në një gjendje dinjitoze dhe përfaqësuese. Por unë e shoh një problem krejt tjetër tek LDK-ja. Nuk e shoh renovimin e shtëpisë. Unë e shoh problemin që në lidhjen e re, në rrugën e re të cilën e përfaqëson Lumir Abdigjiku, nuk ka më Rugov. Në atë parti nuk ka mbetur as edhe një fije e vogël nga vizioni, nga parimet dhe nga strategjia e presidentit Rugova. Madje, ajo qëndrimi dinjitos, ajo vendosmëria për të përfaqësuar interesat e Kosovës dhe vetëm interesat e Kosovës, pavarësisht se sa e vështirë është situata apo biseda me cilin do partner në Kosovë apo ndërkombëtar, e cila e ka përshkruar presidentin Rugova gjatë gjithë veprimtarisë së tij, atë unë nuk e shoh askund në LDK. Ky është problemi që shoh unë. Nuk e shoh çështjen e shtëpisë. Prandaj një parti e cila ka qenë shtet ndërtuese, një parti e cila jo vetëm në vitet 90, jo vetëm gjatë luftës, por edhe në vitet e para pas luftës, ka qenë vendimtare për drejtimin të cilin e merr Kosova, ka qenë vendimtare për vizionin dhe përcaktimin perëndimor të Republikës Kosovës, sot nuk e ka as edhe një element të vetëm të këtij vizioni, paçka se ata në fushata thirrën në emrin e tij, paçka se herë vendosin, herë heqin fotografinë e presidentit. Mendoj dhe aty pajtohem me të gjithë aktivistët dhe veprimtarët e partisë Guxo. Vizioni i presidentit Rugova, i cili është fundament i Republikës së Kosovës si shtet demokratik dhe evropian, pra liri, pavarësi, demokraci, është baza më e shëndosh mbi të cilën mund ta ndërtojmë dhe mund ta zhvillojmë shtetin tonë. Zonja Gërvalla pyet Puls News, cili është raporti juaj me mediat dhe apo do të vazhdoni të bojkotoni shumicën e tyre. Ju e dini që bashkëkryetari i Partisë Guxo është ish ministri Faton Peci, i cili sot është kryetar i komunës së Mitrovicës. Fatoni është shembulli më i mirë se si Partia Guxo nuk i ka bojkotuar mediat. Është e vërtetë që ka një medium, në fakt dy, të cilat kaq e kanë tendencioze dhe madje tepër ma tendencioze se sa të gjitha mediumet e tjera, që asnjë sa është e pamundur të shkosh në një emision të ata dhe të mos ta shohësh veten duke përgënjeshtruar çdo minutë gënjeshtrat dhe faktet e rreme me cilat ti ballafaqohesh. Mirë, Fatoni ka treguar që nuk i kemi ikur asnjëherë ballafaqimit me media, edhe pse shumë do të dëshiroja që bisedat, intervistat kur i bëjmë në media, t'jenë të ndërtuara në atë formë që qytetari të përfitoj më shumë nga ato emisione. Pra në vend të përsëritjes së vazhdueshme të njëjtave informacione të rreme dhe ballafaqimit me tyre, ndoshta do t'ishte një freski në skenën tonë mediale, nëse bisedat me ministra, me përfaqësues politik, do të bazoheshin më shumë në diskutime rreth punës, planeve dhe vizioneve për të ardhmen, sesa në përgënjeshtrimin e vazhdueshëm të atyre tezave të cilat ai që e shtron pyetjen nga fillimi e din që janë pavërteta. Vetë janë ballafaquar shumë ashpër gjatë këtyre 4 viteve, sidomos gjatë 2 viteve të para të mandatit tim si ministre, me një sjellje të papranueshme dhe sulme të përditshme nga ana e një pjese të madhe të mediave në Kosovë. Mirë po, si ministre e kam parë si detyrë timen që ti kapërcej ato sulme, të vazhdoj të punoj me ndershmëri edhe me dinjitet në institucionin që më është besuar, edhe që me rezultatet punës dhe jo me shumë fjalë të dëshmoj se cila është e vërteta edhe si punojmë.
Nazmi Ahmetaj thot faleminderit e nderuar zonja ministre, faleminderit për punën e tjerë dhe angazhimin me Sloveninë për njohjen e patent shoferit, respekt e tjerë. Faleminderit zoti Nazmi Ahmetaj, jo vetëm me Sloveninë, por fakti që janë ballafaquar që në fillim të mandatit me një realitet ku në shumicën e shteteve ku jeton mërgata jonë, patentat e shoferit nuk janë njohur. Pra, në disa shtete pas 6 muajsh, në disa shtete të tjera pas 1 viti, qytetarët e Republikës Kosovës ju janë zhvlerësuar patentat e shoferit dhe janë detyruar që të hyjnë procesit nga fillimi. Këtë gjë e kam parë nga afër edhe gjatë kohës që kam jetuar dhe kam punuar në Gjermani, kështu që një prej detyrave kryesore që ka pasur Ministria e Punëve të Jashtme, respektivisht Ministria dhe misionet në shtete të ndryshme, ka qenë identifikimi i gjendjes, analiza e mundësive për ta zgjidhur dhe fillimi i negociatave dhe në fund realizimi i marrëveshjeve, të cilat i kemi bërë së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku e falenderoj përzemërsisht edhe ministrin Xhelal Sveçla për angazhimin e asaj ministrie. Kemi arritur me sukses të bëjmë njohjen e patent shoferëve me Gjermaninë, me Italinë, me Austrinë, fillimisht vetëm për ata që kalojnë tranzit dhe më pas për të gjithë, e di me Sloveninë, mirë po ka dhe shumë vende të tjera, momentalisht jemi duke punuar shumë me shtetet skandinave, ku gjithashtu kemi komunitet të madh. Është e rëndësishme që përcaktimi vendosmëria është, jemi në negociata me të gjitha shtetet, dhe këtu dua t'i falenderoj sidomos edhe shefat e misioneve në shtetet përkatëse të cilët janë angazhuar shumë. Ka shumë tema të tilla të jetës përditshme të cilat e rëndojnë jetën e mërgatës tonë. Ju e dini që sidomos në Gjermani, ku secili qytetar që ka dashur të marrë shtetësinë gjermane është dashur të heqë dorë nga shtetësia e Kosovës, mirë po mbas ndryshimit të ligjit në Gjermani, kemi bërë thirrje dhe kemi hequr të gjitha tarifat për kthimin e nënshtetsisë, ndërsa po ta keni dëgjuar kryeministrin në prezantimin e plan programit për 4 vjeçarin e ardhshëm, do ta shihni që në 4 vjeçarin e ardhshëm do të kthehet me automatizëm nënshtetësia për të gjitha ata persona që e kanë pasur dhe e kanë hequr. Ndërkohë, mendoj që ky është një lehtësim i madh për shkak se reduktimi i burokracisë në raste të tilla është tepër i rëndësishëm për ne dhe sidomos në sferën e patent shoferëve dhe nënshtetësisë janë me siguri të nevojshme dhe të domosdoshme për qytetarët tonë. Më falni, çka mendoni për ulset të rezervuara për mërgatën në Parlamentin e Kosovës, thot Adriatik Mulaj, dhe si do ta përmirësoni arsimin në Kosovë. Adriatik Mulaj është nga Gjeneva dhe falenderoj shumë për pyetjen e tij. Shikoni, mërgata, synimi ynë është që mërgata as mos jetë dekor, as mos jetë mysafir. Në fund të fundit, atyre që ankohen pse mërgata jonë ka të drejtë vote, atyre që ankohen pse ne i kushtojmë një vëmendje të veçantë mërgatës, unë gjithmonë ju them që mërgjimtarët kur vinë Kosovë, vinë në familjet e tyre, vinë në shtëpitë e tyre, vinë në vendin e tyre. Është rast unik në gjithë botën. Kjo lidhje jashtëzakonshme që e ka Kosova me mërgatën e saj dhe sidomos mërgata me Kosovën. Prandaj ne këtë lidhje të posaçme, unike, jo vetëm që e mbrojmë me fanatizëm, por edhe kujdesemi që ta ndajmë përvojën tonë të jashtëzakonshme edhe me shtete të tjera në botë të cilat kanë një mërgatë në numër të madh. Mirë po, mërgata gjithmonë ka qenë e përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës. Vetëm nga partia Guxo i keni 2 deputet aktual dhe në të cilët po ashtu kandidojnë përsëri për të bërë deputet në mandatin e ardhshëm. Jam unë që kam jetuar mbi 30 vjet në Gjermani dhe kam një përvojë të jashtëzakonshme në të gjitha etapat e organizimit të mërgatës sonë, po ashtu e njoh mirë potencialin por edhe nevojat e mërgatës, dhe kemi deputetin profesorin Nezir Kraki, i cili është kthyer nga Parisi për të bërë deputet në kuvendin tonë, por tani e kemi edhe zonjën Afërdita Hajrizi, e cila bart numrin 53 në listën tonë të përbashkët, e cila pas vrasjes së bashkëshortit të saj Agim Hajrizis bashku me djalin dhe nënën e tij,
është detyruar në vitet pas lufte të largohet nga Kosova për t'i rritur fëmijët e saj dhe tani është kthyer në Kosovë për të kontribuar në kuvend. Kështu që Mërgata edhe në sferën politike, po sidomos në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në çdo sferë tjetër jetësore, është jo vetëm mirëseardhur, po tashmë është e përfshirë në të gjitha stadet. Kështu që ne jemi të interesuar, sidomos gjeneratat e reja, sidomos gjeneratën e 2 dhe 3, ata që ose kanë shkuar si fëmijë të vegjël, por ose kanë lindur dhe janë rritur në shtete të huaja, në Mërgat, atyre t'ju krijojmë hapësirë, t'ju krijojmë mundësi me qëllim që Kosovën ta marrin në konsiderat atëherë kur i bëjnë planet e tyre profesionale. Mos harroni që mërgjimtar tanë, gjenerata e parë, e cila kur ka shkuar, është detyruar të bëjë të gjitha punët e mundshme, nga një herë dhe nga 2 apo 3 punë për një herë, me qëllim që t'i sigurojë një të ardhmë të mirë, një shkollim të mirë fëmijëve atje, por njëkohësisht të kujdesen edhe për nevojat e familjeve në Kosovë. Dhe kjo gjenerata e shkolluar mirë, e përgatitur mirë profesionalisht, në Ministrinë e Punëve të Jashtme kemi krijuar programe të veçanta se si e bëjmë atraktive një 6 mujor, apo një 10 mujor, apo një vit, apo ndoshta edhe më gjatë, në kuadër të institucioneve tona pikrisht për këtë kategori, me shpresën që një pjesë e tyre, siç edhe është manifestuar me programet aktuale që kemi, mbetet për të punuar dhe për të jetuar një kohë më të gjatë në Kosovë. Vesel Berisha pyet kur e sheh antarësimin e plot në NATO. Unë nuk jap parashikime kur e shoh antarësimin e plot në NATO, por unë them me siguri të madhe që edhe kryeministri, edhe presidentja, edhe unë si ministre të jashtme, por edhe secili përfaqësues i Kosovës në arenën ndërkombëtare, në çdo takim e përsërit domosdoshmërinë e antarësimit të Kosovës në NATO. Pse në NATO? Sepse edhe Evropa, edhe bota ka ndryshuar shumë gjatë viteve të fundit dhe vetëm antarësimi i menjëhershëm i Kosovës në NATO e forcon sigurinë edhe paqen në rajonin tonë. Nuk jam nga ata që duan të bëjnë kryeministra dhe pretendojnë që Kosova mund të hyjë brenda 3 muajsh në NATO, mirë po nuk jam edhe nga ata që them që Kosova nuk ka për të bërë pjesë e NATO-s. Punojmë për ditë, çdo ditë punojmë, me qëllim që Kosova të antarësohet sa më shpejt, mirë po ndërkohë që punojmë, nuk harrojmë që siguria jonë nacionale është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe gjithnjë e më shumë e mbush të zbrastirën që kemi në mes nesh edhe synimeve tona për antarësim në NATO dhe në BE. 1 miliard euro investime në fushën e sigurisë, 5 digat e reja të ujit për mbledhjen e ujit të cilat do të ndërtohen gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, siguria e ujit, siguria energjetike dhe plot tema të tjera në të cilat punohet çdo ditë dhe në të cilat kemi bërë madje edhe një transformim rrënjësor në Kosovë, janë vetëm disa nga fushat në të cilat punojmë krahas realizimit të programeve dhe të planeve të ndryshme. Kemi 10 vjeçarin përbashkët me NATO-n për transformimin e ushtrisë tonë. Ushtria jonë është e përgatitur me standarde të NATO-s. NATO-ja është e pranishme në Kosovë jo vetëm përmes KFOR-it, por edhe përmes këshillit i cili është në përkrahje në ndihmë të Ministrisë së Mbrojtjes për transformimin e ushtrisë tonë. I gëzohem shumë faktit që FSK-ja është institucioni më i besueshëm në Republikën e Kosovës për qytetarët tanë, edhe vazhdojmë me të njëjtën këmbgulje të transformojmë edhe ushtrinë, por edhe të forcojmë policinë, e cila është dëshmuar të jetë jo vetëm e përgatitura në rajon, por të jetë e përgatitur që së bashku me FSK-n të mbrojnë territorin tonë, të mbrojnë interesat e vendit tonë, pa ju trembur syri në asnjë moment. Ministre është pyetja Happy Hikers Kosova, çfarë do të bëni për promovimin e vendeve tona turistike në arenën tonë ndërkombëtare? E para është që vendet tona turistike kanë nevojë të zhvillohen edhe më tej, ndërsa e dyta është që për herë të parë në Kosovë, në vitin 2022, në rregulloren e re që kam aprovuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës,
për herë të parë e kemi futur në sistem edhe departamentin për diplomaci publike, e cila përfshin diplomacin kulturore, diplomacin digitale, diplomacin sportive, përfshin diplomacin që merret me turizmin, me promovimin e arritjeve të Kosovës, me promovimin e personaliteteve dhe sukseseve të Kosovës. Kështu që në kuadër të kësaj ministrie dhe të këtij departamenti, ne natyrisht që kemi planet tona se ku duam të arrijmë nga viti në vit, mirë po në të njëjtën kohë kam biseduar shumë shpesh edhe me kolegët e mi të tjerë në qeveri, të cilat secili në fushën e tij përpiqet jo vetëm për përmirësimin e infrastrukturës së turizmit ton, por edhe për promovimin e asaj çka është arritur deri tash. E di që qeveria në mandatin e saj të ardhshëm planifikon një investim gjigant në Mitrovic, edhe në bjeshkët e Rrugovës për turizmin dimror. Mirë po e di edhe që Faton Peci në kohën sa ka qenë ministër i bujqësisë, ka arritur të siguroj përkrahjen ndërkombëtare në formë të financimit për në shumën në mos gaboj 20 milion euro për ndërtimin e fshatrave të ndryshëm turistik për të promovuar agroturizmin. Kemi natyrën e mrekullueshme, kemi peizazh të mrekullueshëm, kemi ujin, kemi diellin, i kemi të gjitha kushtet që turizmi në Kosovë të lulëzoj edhe që Kosova të hyjë në hartën e shteteve të cilat vizitohen nga gjithë bota për turizëm. Mirë po, kemi ende punë për të bërë në këtë drejtim dhe vendosmëria për caktimi i kësaj qeverie dhe i qeverisë së ardhshme në 4 vjeçarin e ardhshëm për promovim turizmit ka për ta transformuar edhe këtë pjesë. Ju e dini, është rritur jashtëzakonisht shumë numri i turistëve të huaj, jo vetëm nga radhët e Mërgatës, por edhe nga ata që vinë ndoshta herën e parë vetëm si shok, miq, fëqinj apo kolegë të mërgjimtarëve tanë, mirë po të cilët pasaj vit pas viti vinë Kosovë për ta shijuar këtu pushimin edhe për turizëm. Zonja Harmonie Raci Rama, zonja Rama, tash e kuptoj që ka një problem tek Facebooku. Nëse pyetja juaj është shumë më poshtë, unë arriti shoh gjithmonë vetëm 4 pyetjet e fundit. Dhe me qenë se pyetja juaj me siguri e keni shtruar më herët, ju lus ta përsërisni edhe një herë me qëllim që të mund t'ja u lexoj pyetjen dhe t'i kthej përgjigje, sepse po e kam të pamundur. Si duket ky formati live në Facebook e pamundson që t'i shohësh të gjitha pyetjet për një herë. Prandaj ju lutem zonja Rama, shtrojmë edhe një herë pyetjen tuaj, edhe me siguri do ta lexoj edhe do t'ju kthej një përgjigje. Ju falenderoj të gjithë juve të cilët shprehni konsiderat, shprehni respekt, shprehni mbështetje edhe përmes mesazheve tuaja dhe të gjithë juve që na keni mbështetur gjatë këtyre viteve, dua t'ju them vetëm diçka. Jemi shumë të ndërgjegjshëm që jemi larg të qenit perfekt. Jemi shumë të ndërgjegjshëm që nuk kemi arritur ndoshta aty ku kemi dashur në secilën prej fushave tona, duke qenë të ndërgjegjshëm në të njëjtën kohë që në disa nga fushat i kemi të kaluar pritjet jo vetëm tonat, por edhe të gjithë qytetarëve tanë. Mirë po, 4 vjeçari është për disa tema të rëndësishme si arsimi, shëndetësia, është kohë e pamjaftueshme për të parë puna e bërë gjatë këtyre 4 viteve. Është shumë e rëndësishme të mos harroni që edhe në fushatën zgjedhore që kemi pasur në vitin 2021, në vazhdimsi, kryeministri i tashëm dhe i ardhshëm Kurti ka përsëritur që në këto 2 fusha, arsimi dhe shëndetësia, ndryshimet e nevojshme janë kaq fundamentale sa që nuk mund të premtojnë që brenda 4 vjeçarit të ardhshëm, brenda vetëm një 4 vjeçari do të mund të arrijmë aty ku duam. Zoti Mulaj thot, e mos me dash me votu ty, a kemi dhënë votën për LDK për jetë. Shikoni, thirrja jonë për të dalë sa më masivisht në zgjedhje është një thirrje me qëllim që zëri i secilës dhe i secilit i shprehur përmes votës të jetë i pranishëm me 28 dhjetor. Natyrisht që na bëhet qefi kur na votoni ne.
sepse mendojmë që kemi jo vetëm programin më të mirë, po kemi dëshmuar që jemi premtimet që i japim i mbajmë. Madje edhe i tejkalojmë. Mirë po nuk ka gjë më normale në demokraci se sa dikush t'ja jap votën 1-2-3-shit, pra LDK-s, dikush tjetër t'ja jap votën 130-s, pra PDK-s, është e drejta juaj, më në fund e kemi luksin të jetojmë në demokraci, të jetojmë në liri, edhe secili prej jush të ketë mundësi t'ja jap votën atij që ja ka mbush më shumë mendjen. Mirë po, kjo nuk do të thotë që ne nuk luftojmë për t'ju bindur që vota juaj edhe në për ne, me këto sukseset këtij 4-vjeçari, por edhe me zotimet e 4-vjeçarit të ardhshëm, është votë që i shërben më shumë zhvillimit dhe përparimit në Kosovë. Më falni se më duhet... Po thot ekipi që ka mundësi, por nuk ka mundësi ti nxjerr pyetjet që shkojnë më poshtë se sa 4. Ju kisha lutur, se po i shoh, ju kisha lutur që në këtë bashkëbisedim direkt që kemi, ta ruajmë respektin dhe konsideratën për njëri tjetrin, nuk më duket, thjesht nuk më duket në rregull që të fyhemi edhe të ballafaqohemi me fyrje nga më të poshtrat në këtë diskutim direkt, sepse secili duhet ta mbajë mendimin e tij për komunikimin publik, për shkak se ka edhe trinj dhe treja të cilët na ndjekin, nuk është mirë nëse nuk jeni profil fals, që është një pjesë e madhe e atyre që shajnë me fyrje të poshtra, do t'ju kisha lutur që të paktën në këtë ballafaqim direkt live të hiqni dorë. Është shumë e vërtetë që sidomos si grua në skenën publike ballafaqohesh me lloj-lloj sharjesh rreth pamjes tënde, rreth flokëve si i ke të krehura, rreth syzeve si i mban, rreth rrobave që vesh, por mos harroni ne nuk po kandidojmë as për modele, as nuk po kandidojmë për mise. Ne po kandidojmë me një premtim të caktuar që me votën dhe besimin tuaj kemi mundësinë, kemi guximin, kemi vullnetin të çojmë përpara temat e rëndësishme për Kosovën dhe për atë jemi duke kandiduar. Jam shumë e sigurt që ka gra shumë atraktive, ka gra që vishën shumë bukur, ka gra që flokët i kanë shumë të bukura se sa shumica e ministreve dhe politikanëve në Kosovë, mirë po nuk është ky pretendimi ynë. Ne duam të ofrojmë zgjidhje politike, duam të ofrojmë zgjidhje të mira për të gjitha gratë, të gjithë burrat, gjithë fëmijët dhe gjithë pleqët e Kosovës dhe mos harroni edhe diçka. Sulmet që bëhen ndaj grave në politik, goxha shumë i stepin gratë dhe nënat e reja, të cilat hezitojnë pastaj të hyjnë të dalin në sferën publike edhe të merren me tema shoqërore apo politike. Janë pikërisht gratë, nënat, edhe vajzat e reja, të cilat kanë përfituar më së shumti gjatë 4 vjeçarit fundit. Dhe shfrytëzoj edhe këtë seancë live që t'i ftoj të gjitha të dalin të votojnë për kë ata dëshirojnë votojnë, mirë po të dalin të gjitha, pa përjashtim, me 28 vjetor në kutinë e votimit, sepse nënat, vajzat dhe gratë kanë përfituar jashtëzakonisht shumë gjatë këtij mandati. Është parë që familja, gruaja, forcimi i gruas është në qendër të vëmendjes së qeverisë, edhe në qendër të vëmendjes posaçërisht të kryeministrit. Nga 170 euro në muaj, të cilat i kanë marrë gratë dhe gratë lehona gjatë mandatit tonë, kjo shumë do të ngrihet gjatë mandatit të ardhshëm në 500 euro, që i bie edhe ato gratë të cilat nuk kanë qenë të punësuara. Do ta kenë mundësinë që 6 muajt e parë të rritjes së fëmijëve tyre, të foshnjeve tyre, të kenë një komoditet financiar me qëllim që ta kenë më të lehtë përballimin e 6 muajve të parë. Por i bie 500 euro ndoshta tingëllojnë jo dhe aq shumë, mirë por kur llogarisim që për lindjen e një fëmie shteti e mbështet gruan lehon në vitin 2026 me 3.000 euro, e sheh se sa e vëmendshme, sa e kujdesshme është kjo qeveri për fatin e fëmijëve tanë, për rritjen e familjeve tona, për forcimin e familjeve tona. Kemi bursat në numër të madh,
vetëm për vajzat e reja të cilat duan të studiojnë në fusha qoftë të teknologjisë, qoftë të shkencave natyrore apo matematikore, dhe prandaj forcimi i gruas ka qenë në fokus të qendror të jashtëzakonshëm gjatë këtij 4 vjeçari, mirë po do të jetë edhe më shumë, pa përmendur këtu superpunën për gratë, e cila do ta ndryshoj fundamentalisht pozicionin e gruas edhe në ekonominë tonë. Mos harroni, në vitin 2021 kur kemi filluar punën, mbi 80% e grave nuk kanë qenë pjesë e ekonomisë së vendit tonë. Mbi 80% e grave. Këtë numër e kemi ulur dukshëm, mirë po ka nevojë për shumë punë, sepse në Kosovë edhe gratë edhe burrat i kemi njësoj të shkolluar, njësoj të talentuar, njësoj të aftë për jetë familjare dhe profesionale, dhe sidomos vajzat dhe gratë e Kosovës kanë dëshmuar gjithmonë që në Kosovë janë faktor kyç. Prandaj ju lus e para të kursejmë njëri tjetrin nga gjuha dhe nga fyerjet, dhe e dyta të mos sillemi në këtë formë. Më falni se tash u shfaqën pyetje të reja. Okej, nuk po shoh tek pyetje, unë mund t'i shoh tek 4 të fundit, nuk po shoh ndonjë pyetje, po vetëm vlerësime. Prandaj më lejoni të shkoj te Izet Peci, i cili dje ka shkruar në njoftimin për këtë seancë, thotë që nuk do të jenë nesër live online. Kam paraprakisht një pyetje, thotë për shumë tema jeni duke folur në fushatën parazgjedhore, mirë po e kam ndjenjen që arsimin për fëmijët tanë nga cikli ullë deri në universitet shumë pak është duke u folur, ose shumë pak është duke u punuar në reformën e arsimit deri tash. Ndoshta pse rezultatet e reformave shihen pas shumë viteve, e për ata është frika se nuk bien vota këto tema, dhe partitë sikur nuk kanë vullnet merren me këtë problem shumë serioz në shoqërinë tonë. Jo vetëm shumë serioz, po fundamental për shoqërinë tonë, sepse vetëm një shoqëri e arsimuar, vetëm të rinjt të cilët e kalojnë një kohë jo vetëm në aspektin pedagogjik arsimor të mirë në kuadër të shkollave, por edhe të cilët aty marrin një edukat, një formim të jashtëzakonshëm, vetëm ata të rinj dhe ato të reja do t'i shërbejnë Kosovës me përkushtim edhe më të madh se deri tani. Po kthehemi edhe një herë tek ajo që thash më herët. Opozita kur na sulmon pse nuk kemi mundur të korrigjojmë gabimet që ata i kanë bërë gjatë 20 vjeçarit kaluar, ose që nuk po mundemi t'i korrigjojmë mjaftueshëm shpejt. Në këtë sferë hyn sidomos fusha e arsimit. Nëse, dhe për këtë janë dëshmitar gjithë qytetarët e Kosovës, nëse një parti si PDK-ja, në sistemin arsimor, në një shkollë, në një fshat, nga portieri dhe deri tek drejtori i shkollës, i ka mbushur me militant politik dhe përzgjedhja ka qenë e bazuar në kritere politike dhe jo profesionale, duke lënë në hije të gjithë ata arsimtar të cilët kanë sakrifikuar jo pak, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës, duke qenë profesionista të mirë, të dinjitetshëm, por duke mos e gjetur hapësirën e përfaqësimit të tyre. Pra, politizimi total i arsimit natyrisht që ka kosto të lartë për sistemin ton arsimor, për cilësinë e arsimit, për cilësinë e mësimdhënies, por edhe për cilësinë e shkollave dhe të ambienteve në të cilët fëmijët shkojnë në shkollë. Prandaj, një prej ndryshimeve shumë të rëndësishme që kemi bërë, duke analizuar edhe tregun e punës, sepse nuk ka frustrim më të madh. Kur ke përfunduar studimet, ke bën një master, e bën dhe masterin e dytë dhe ende je tek baba dhe nëna duke pritur një punësim i cili të krijon përshtypjen që po nuk njofte dikë në sistem nuk do të mund as punësohesh. Jo më kot për shumë vite ka qenë ajo shakaja që kamarierët e Kosovës janë kamarierët më të mirë në rajonin tonë, sepse të gjithë janë me diploma e me mastera. Mirë po për t'ju përgjigjur nevojave të tregut, është futur edhe një segment tjetër i shkollimit, që është ai segmenti i shkollimit dual profesional, të cilin mërgjimtarët tanë që jetojnë në Gjermani, në Zvicër, në Austri, e njohin shumë mirë. Pra përcaktimi i herët i fëmijëve për një
drejtim të caktuar të zanatit. Në shtetet gjermanofol se quhet Ausbildung, mirë po është një instrument i rëndësishëm, ku ndërkohë kemi mbi 2000 nxënës në Kosovë, të cilët në një bashkëpunim të ngushtë mes arsimit, shkollës, por edhe bizneseve, edhe ekonomisë, i krijon mundësinë që në moshë shumë të re, ata që mësojnë zanatin e tyre, marrin dëftesat e tyre, të mund të hyjnë t'i bashkëngjiten jetës profesionale, edhe të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale. Jo gjithkush ka nevojë të shkojnë në universitet, jo gjithkush dëshiron të shkojnë në universitet, prandaj është shumë e rëndësishme të mësojmë edhe nga përvoja e mërgjimtarëve tanë në shtete të zhvilluara edhe në aspektin arsimor, edhe të mund ta zhvillojmë edhe këtë fushë. Kjo nuk ka për të ndalur, gjithnjë më tepër drejtime të ndryshme janë duke u shtuar edhe në sistemin e arsimit dual, po gjithnjë e më shumë edhe biznese janë duke ju bashkëngjitur nismës për t'ju krijuar hapësirë këtyre trimëve të bëjnë pjesën praktike në kuadër të bizneseve të tyre. Kjo ka për ta ndryshuar rrënjësisht, jo vetëm arsimin, por ka për ta ndryshuar rrënjësisht edhe tregun e punës në Kosovë, plotësimin e nevojave të bizneseve për gjetur specialist të fushave të tyre. Pyetje të tjera, më falni, ta rifreskoj. Nuk e di, këtu tek unë nuk ka pyetje, ka vetëm komente, dhe prandaj po shkoj tek pyetja që ka shtruar Naser Islami dje. Thot, a është e vërtet që vetëm një vit para se të vijë qeveria Kurti 1, unë kam shkruar afërsisht formulën e zgjidhjes së problemit Kosovës dhe fill pas një viti u bërë 95% ashtu siç e parashikova unë. Të nderuar bashkëbisedues në Facebook. Ndryshimi që ka ndodhur në vitin 2021 nuk ka ardhur rastësisht. Ekipi Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe të gjithë ne të tjerët nuk dolëm si këpurdhat pas shiut si personat pa njohur në një skenë politike në të cilën qytetarët tanë ishin të kënaqur. Nevoja e qytetarëve të Kosovës për ta luftuar korrupsionin, i cili si kanceri ishte shpërndar në çdo qelisë të shoqërisë tonë, nxorrin në pah një ekip tjetër me një prendim të shëndosh dhe të realizuar pas 4 vjetësh të luftimit korrupsionit, luftimit krimit organizuar, por edhe me një vizion të jashtëzakonshëm për zhvillim. Kështu që jo vetëm Zoti Islami, por edhe shumë qytetarë të tjerë e kanë ditur se cila është zgjidhja, dhe prandaj vota ka qenë masive me 21 në vitin 2021, po ashtu vota do t'jetë masive edhe në 28 dhjetor të këtij viti, sepse blokada, frenimi i jashtëzakonshëm që ka ndodhur gjatë këtij viti ka dëshmuar që partitë opozitare ende nuk janë në gjendje të kapërcejnë idhnimet e tyre, të kapërcejnë kryenetësinë e tyre dhe të angazhohemi së bashku për ta zhvilluar Kosovën edhe më tej. Zoti Naim Mulaj thot, si duket i kthem përgjigje një komentuesi, më vjen keq sepse iku. Zonja Gërvalla thot, Zoti Fejza ose Zonja Fejza, t'jeni të kujdesshëm gjatë numërimit votave në mënyrë që të mos ketë keqpërdorim me vjedhje votash e të rinumrohen me javë të tëra apo muaj mas zgjedhjeve. Kam qenë shumë e dëshpëruar me faktin që KQZ-s në shkurt të këtij viti ju deshën ditë e ditë për të numëruar më pak se 1 milion vota, të cilat janë dhënë nga qytetarët në zgjedhjet e kaluara. Unë i kuptoj vështirësi teknike, unë i kuptoj sfidat, mirë po KQZ-ja është aty me një administratë të vetën për të siguruar që kur vim tek momenti final, kur vim tek numërimi i votave,
gjithçka të jetë gati edhe të funksionojë, të jetë testuar mirë dhe të funksionojë. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që nuk jemi ende në atë stad që 100% e votave numërohen sakt. Mua më vjen keq ta pranoj një gjë të tillë sepse tregon që kemi edhe shumë punë për të bërë për ta vendosur vullnetin e qytetarit aty ku e ka vendi. Mirë po, mos harroni që në këto kushte dhe në këto rrethana që kemi, e keni dëshmuar veten edhe në vitin 2021, që sfidat, qoftë teknike, qoftë organizative, qoftë politike, nuk ju kanë dalur për të nxjerrë në pah një ekip të ri me një vizion të jashtëzakonshëm të Kosovës. Prandaj, vetëm dalja masive në kutitë e votimit, vetëm vota masive në zgjedhjet e 28 dhjetorit i zgjidh të gjitha problemet të cilat janë shfaqur gjatë muajve të fundit. Kështu që ju ftoj të gjithëve, gra e burra e vajza, edhe të gjithë juve, vajza e gra e nëna, që të dilni masivisht edhe të votojmë. Zoti Rexhaj thuni ju lutem diçka për njohjet e fundit, urime juve dhe gjithëve që punoni ditë e natë për këtë shtet. Shikoni, njohjet janë një temë e rëndësishme, ndoshta nuk janë tema më e rëndësishme, indikatori më i rëndësishëm i matjes së performancës së Republikës Kosovës në politikën e jashtme, por natyrisht janë shumë të rëndësishme. Dhe sidomos pesnjohjet e shteteve të BE-s do t'i vënë kapakun të gjitha diskutimeve rreth shtetësisë Kosovës, pozicionit saj ndërkombëtar etj. Etj. Mirë po, unë dua t'ja uroj të gjithë qytetarëve të Republikës tonë edhe njohjen e fundit, edhe 3 njohjet e kaluara gjatë këtij mandati. Ju kujtohet si më thonin, ministrja më e dështuar në Kosovë se pate asnjë njohje, dhe tashun po i pres të njëjtët, po i pres që thonë ministrja më e suksesshme me 4 njohje gjatë një mandati që ka kohë që nuk i kemi parë. Prandaj falenderoj sepse njohjet nuk bëhen vetvetiu. Nevojitet një bashkëpunim i ngushtë, të cilin e keni parë duke filluar nga presidentja e vendit tonë, e cila jashtëzakonisht shumë angazhohet çdo ditë për arritjen e njohjeve të reja në kontinentet ndryshme të botës, por edhe të gjithë shefat e misioneve tona diplomatike, të cilët pavarësisht në cilin shtet ndodhen, nuk diskutojnë për njohje vetëm me shtetin përkatës, por me ambasadat, me përfaqësitë konsullore të atyre shteteve cilat nuk e ka njohur Republikën e Kosovës në shtetin ku ata veprojnë, edhe njëkohësisht të gjithë zyrtarët e Ministrisë Punëve të Jashtme, të gjithë zyrtarët e Qeverisë Republikës Kosovës. Falenderoj kryeministrin, parolin e tij udhëheqës, nuk do të kishte ndodhur as njohje dhe as përparimi progresi i Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare. Prandaj të gjithë bashk, në njërin anë duke i shpeshtuar kontaktet dhe negociatat me shtetet ndryshme, por sidomos duke luftuar krimin e korrupsionit, duke ngritur nivelin ekonomik të vendit tonë, duke rritur ekonominë, duke rritur mirëqenien qytetare, duke rritur mirëqenien e fëmijëve të kategorive të ndryshme, por edhe të pensionistëve, duke u siguruar që nuk mbetemi me pagën minimale 500 euro në vitin 2026, por gjithnjë e mëtej, sa më shumë që përparon ekonomia e Kosovës, aq më shumë edhe rritet mirëqenia, begatia e qytetarëve tanë. Nuk e kemi zgjedhur kot rastësisht këtë herë sloganin siguri dhe begati, sepse ato e kurrëzojnë njëra tjetrën. Fondi i sigurimeve shoqërore do ta ndryshon krejtësisht tregun ton të punës, sepse punëtori do të jetë i siguruar që në rast se humbet vendin e punës, do të marrë një shumë të caktuar në fazën tranzicionale dhe nuk do të jetë tërësisht i privuar nga gjitha të ardhurat e tij. Ligjin për sigurimet shëndetësore, i cili është shumë i rëndësishëm,
e kemi dorëzuar e kemi kaluar në kuvent vitin e kaluar dhe ende ndodhet në gjykatën kushtetuese. Përsëri i bëj thirrje gjykatës kushtetuese të mos i mbaj gjatë këto ligje kaq të nevojshme, kaq esenciale për mirëqenien e qytetarëve tanë, por ligjet e tilla mund të implementohen sa më shpejt me qëllim që jo vetëm sistemi shëndetësor, por edhe tregu i punës, edhe të drejtat e punonjësve, por edhe të bizneseve të mund të forcohen. Fakti që është e qartë që do të ketë një check-up për çdo qytetar të Republikës brenda një viti, sigurimet shëndetësore, spitalet e reja, rinovimi i shumë prej klinikave, të cilët kanë qenë në gjendje të mjerueshme, të ka ardhur turp të shkosh ta vizitosh një të afërm tënd, sepse ju kujtohet koha kur është dashur jo vetëm të marrësh me vete medikamentet, por është dashur të marrësh me vete edhe çarçafët për të afërmin tënd, sepse nuk e pas ku ti shtresh në krevat. Mbulimi i kostos së barnave, rritja e fondit për barnat esenciale, ndërtimi madje i magazinës së re, pra i depos së re, për ruajtjen e barnave me qëllim që të kursejmë sa më shumë dhe të mos shpërdorojmë barnat duke mos krijuar kushte efikase për mbajtjen, magazinimin e tyre, të gjitha këto janë pjesë e një tabloje të madhe, e një mozaiku të madh, i cili tregon që mirëqenia qytetare, por edhe zhvillimi ekonomik janë në fokusin qendror të qeverisë tonë, jo vetëm për këtë 4 vjeçar, por edhe për 4 vjeçarin e ardhshëm. Të shohim se në telefon po dalin pyetjet më shumë. Luani thot, çka mendon, a do ta fitoj Bastin ku unë kam thënë me 28 vjetor VV Guxoj fitojnë 55%, apo ata që thonë 54%. Shikoni, kjo më nuk varet nga ne. Ne kemi bërë përpjekje edhe gjatë këtij viti që ta tejkalojmë blokadën e jashtëzakonshme me cilën jemi ballafaquar. Ju na keni dhënë votën në shkurt, me 9 shkurt, 42%, që është një shifër goxha e lartë, një mbështetje jashtëzakonshme në rrafshin evropian. Ne ju kemi premtuar qeverisje të dinjitetshme, parimore dhe papazare. Jemi përmbajtur këtij premtimi, tash jo për fajin ton, po për fajt të frenimit dhe blokadës edhe mungesës së vizionit tek opozita, kemi dalë përsëri në zgjedhje dhe a i marrin 55 si po dëshirojnë Luani, a i marrin 54% si po dëshirojnë të tjerë, apo më shumë apo më pak, kjo krejt do të varet nga ju, po sidomos do të varet nga pjesëmarrja e lartë në këto zgjedhje. Fakti që mërgjimtarët vinë për të kaluar pushimet e tyre, natyrisht që ndihmon edhe në rritjen e numrit të pjesëmarrjes në këto zgjedhje, por sidomos ndihmon edhe me krijimin e një rezultati real i cili reflekton vullnetin e një shtrese sa më të gjerë të qytetarëve tanë. A kemi plan investimesh për reformim të strukturave të sistemit shëndetësor, pyet zonja Vlora. Po, e kemi shumë të qartë dhe kryeministri në Prishtinë kur paraqiti plan programin për 4 vjeçarin e ardhshëm, i paraqiti vetëm për shkak të kohës të shkurtër, paraqiti vetëm disa nga aspektet të cilat do ta ndryshojnë rrënjësisht sistemin tonë shëndetësor. Dhe prandaj rezultatet që i kemi parë dhe të cilat janë të prekshme dhe të dukshme gjatë këtij 4 vjeçari, veç sa do të vinë duke u thelluar dhe duke u forcuar në 4 vjeçarin e ardhshëm. Tema e shëndetësisë, e arsimit, por edhe fushat e tjera specifike janë kaq të gjëra dhe me kaq shumë detaje sa do të na nevojitej, nëse ka interesim nga ana juaj, do të na nevojitej një seancë e veçantë për t'i shpalosur detajet e kësaj. Pra ata që janë të interesuar mund të shprehin interesimin e tyre dhe nëse ka mjaftueshëm, atëherë do të mund ta bëni një seancë të veçantë vetëm për fushën e shëndetësisë, sepse natyrisht jeta e dinjitetshme e qytetarit varet shumë edhe nga sistemi shëndetësor, edhe nga trajtimi me dinjitet i shëndetit të secilit prej qytetarëve tanë.
Ju falenderoj shumë të gjithë juve që keni shprehur për krahjen tuaj, ju falenderoj shumë të gjithë juve që çdo ditë gjatë kësaj fushate jeni aktiv në përkrahje të një vizioni i cili gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm do të jetë edhe më transformues për Republikën tonë dhe po shoh mos ka ndonjë pyetje të cilën e kemi të kaluar, ndërkohë që po thot Zoti Romi, thot çka me bë me ata njerëz me fakultetin e kryer gjatë 25 viteve të fundit të cilët shërbejnë në restorante. Krahas krijimit të mundësisë për të ndjekur arsimin profesional dual, pra Ausbildung në Republikën e Kosovës, nevojitet edhe një hap i dytë. Ai hap është në gjermanisht, të gjitha ata që na ndjekin dhe din gjermanishten, quhet Umschulung. Pra, përgatitje profesionale, shtesë brenda një afati të shkurtër, jo më të gjatë se 1 vjeçar, për të gjitha ata që kanë diploma universitare, po të cilët në fushën e tyre nuk kanë mundur të gjejnë punë, ndërkohë që kemi fushat të tjera të ekonomisë, nevoja të bizneseve për sfera të ngjashme, të cilat nevojitet edhe një hap tjetër. Por edhe këtu më lejoni të them që ka shumë propozime konkrete, ka shumë programe të cilat një pjesë edhe së bashku me Shqipërinë kam për ta transformuar shkollimin ton, kam për ta transformuar plan programet, por edhe kam për ta transformuar mënyrën se si do të bëhet punësimi në të ardhmen. Banka Zhvillimore, 1 miliard euro në prodhim dhe industri, përmes garantimit të kredive për investitorët, 100 milionëshi për bizneset e mërgatës, ku qeveria e Kosovës ju garanton kredit që ata i kërkojnë dhe i marrin në vendet ku jetojnë, do t'jenë vetëm disa nga hapat të cilat do t'i japin një hof të jashtëzakonshëm zhvillimit ekonomik. Pra, siguri dhe begati, dhe ndërkohë që investojmë shumë në siguri, njëkohësisht hapim rrugë të reja për një jetë më të begat për qytetarët tanë, edhe ashtu siç ne nuk lëshojmë pe. Në asnjë moment, kur është në pyetje interesi i Republikës Kosovës dhe i qytetarëve të saj, ashtu edhe ju të nderuar qytetarë, mos lëshoni pe, dilni me 28 vjetor masivisht në zgjedhje, edhe votoni atë që ju ka mbushur mendjen më shumë, por mos e lini t'ju shkoj vota kot, sepse vota është instrumenti më i fuqishëm që qytetari një republike demokratike e ka në dispozicion për të ndryshuar jo vetëm politikën e një vendi, por edhe jetën e tij dhe të ardhmen e fëmijëve të tij. Këtu po mbyllim për sot, me premtimin që pyetje të tjera të cilat nuk i kemi trajtuar sot, do t'i trajtojmë gjatë javës së ardhshme në një seancë tjetër të ardhshme gjatë kësaj jave, me premtimin që jemi, siç kemi qenë të hapur gjatë 4 viteve të fundit, do të vazhdojmë të jemi të hapur për të gjitha kritikat konstruktive, për të gjitha propozimet, për të gjithë përkrahjen, por edhe për të gjitha ata të cilët përballen me sfida, me burokracinë apo me fenomene të tjera, të cilët kanë përshtypjen që zëri i tyre nuk është dëgjuar apo nuk dëgjohet. Faleminderit shumë për sot. Vazhdoj me aktivitetet e ditës së sotme në terren. Juve që keni sot ditë të diel pushim, ju uroj një të diel të mirë, një të diel të këndshme, të qetë, edhe të mbledhni energji të mjaftueshme për javën e ardhshme, e cila do të jetë një javë intensive. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj, edhe shihemi së paku edhe një herë në këtë konstelacion gjatë javës që vjen. Faleminderit shumë.